Mirë se na bashkoheni në një tjetër epizod të podcastit të Institutit Kosovës për Drejtësi. Ky epizod vjen kuadër të serisë tonë diskutimeve mbi demokracinë dhe rolin e institucioneve në garantimin e sundimit ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në Kosovë. Në 2 epizodet e fundit kemi diskutuar për arkitekturën e demokracisë në Kosovë dhe për pavarësinë e gjyqësorit si një prej shtyllave kryesore të saj. Sot do ta vazhdojmë këtë bisedë në një këndvështrim pak më ndryshe. Për shumë qytetar, demokracia përjetohet shumë konkretisht. Për shembull, kur një viktim pret drejtësi, kur një punëtor kërkon realizimin e drejtave të veta, kur një grua kërkon mbrojtje nga dhuna, kur një familje pret zgjidhjen e një kontesti pronësor, pra qytetarët e matin demokracinë edhe përmes përvojës së tyre me institucionet dhe mënyrën se si funksionon sistemi i drejtësisë në përgjithësi. Për këtë arsye, sot diskutimin do ta vazhdojmë nga perspektiva e administrimit dhe funksionimit praktik të sistemit gjyqësor dhe në veçanti qasjes së qytetarëve në drejtësi. Për këtë kam kënaqësinë ta mirëpres në diskutimin e sotëm ish kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, zotin Albert Zogaj. Zoti Zogaj, faleminderit shumë për kohën dhe mirë se vini në podcastin e sotëm. Faleminderit shumë për mundësinë. Kisha fillu me qasjen drejtësi. Në lidhje me këtë, më pare me ekziston një farë tendencë zakonisht që gjithçka me u lidh drejt për drejt veç me gjyqësorin. Konsideroj që ndoshta në një perspektivë duhet të ketë një qasje pak më multidisiplinare, normalisht në mënyrën dhe mundësitë që qytetarët i kanë mi realizu drejtat e tyre. Por gjithmonë e dëgjojmë dhe themi që drejtësia duhet me qenë e qasshme për gjithë. Ama shka në realitet nuk kupton qasja në drejtësi për qytetarët? Në fakt, unë besoj që si më thonë, dimenzioni i shtetit ligjor ishte shumë ma gjerë se sa nocionin që ne kemi për aksesin drejtësi përmes gjykatës dhe kjo do të nënkuptonte që në fakt të gjithë trupat që kanë përgjithësi veprojnë edhe në situatën kur çështja nuk është në nivel të themi të rastit që përbën shkak për mbrojtje gjyqësore. Megjithatë, dinamika që kanë qenë, si më thonë, në shoqërinë tonë, zhvillimet, ndoshta e kanë vënë pak më tepër se çka duhet gjykatën dhe në një farë forme e kanë minimizuar ndoshta në mënyrë rolin që kanë struktura të tjera administrative të shtetit, por edhe të trupa të tjera të pavarme që kanë në një farë forme përgjegjësi dhe jurisdikcione që mund të trajtojnë çështje. Megjithatë, nëse e shikojmë nga si më thënë, perspektiva e individit, qytetarit apo çfarëdo subjekti, aksesi besoj që në radhë parë është besimi që duhet të ketë secili që mund të realizojë një të drejtë në cilën do instancë qoftë gjyqësore apo edhe në trupa tjera, ta themi kështu, që kanë përgjegjësi të ngjashme dhe që vendosen në një formë për kërkesat apo drejtat subjektive të qytetarëve. Pastaj sigurisht që besoj që në një farë mos e lidhet edhe me ndjesinë që kemi ne për ato që do të jetë procesi gjyqësor, sepse nuk duket e natyrshme nëse ne shkojmë në gjykat pa besuar që kemi drejt dhe kjo besoj që në një farë forme lidhet edhe me përgjithësi me vetdijen dhe kulturën që ne kemi si shoqëri. Ndërsa nga perspektiva ta themi kështu tash formale e procesit apo e kërkimit apo aksesit, në kupton në radhë parë lehtësisht mund identifiku gjykata e cila duhet të trajtoj çështjen dhe tani këtu mund të thonë që për fat keq për shumë vite në përgjithësi gjyqësori ka qenë i ngarkuar me çështje kompetencash, edhe për shkak të strukturës gjyqësore dhe për shkak të ndryshimeve ligjore, po ndoshta edhe për shkak të mungesës së informimit të duhur për ndjekjen e procedurës, respektivisht për realizimin e të drejtë. Pra, përveç që duhet të jetë lehtësisht të identifikuar me gjykata, tani sigurisht që flasim gjithmonë për një gjykatë që do të jetë të pavarme dhe që i plotson atributet, por thelbi i çështjes, kur ne flasim për aksesin, dhe ndoshta mendoj që do të jetë, si më thënë, objektivi i shtetit tonë në kuptimin nacional. Të ardhmen është që procesi të ketë dinamikën që është në përputhje me standardet, sepse në një mënyrë drejtësia nuk konceptuohet vetëm si çështje nacionale, por i nështrohet, si më thënë, kriteret dhe standardet dhe mosa që janë në nivel internacional dhe kjo i bën që ne kemi pranuar disa standarde. Tani aksesi si pranim është besoj krejtësisht i realizueshëm të ne, por fazat e pastajshme të trajtimit të çështjeve dhe dinamika që
morën rastet që kanë në nivel të gjyqësorit, do të thënë realisht ka sfida të mëdha dhe ka problematika të mëdha, diçka që në radhë parë zbe shumë besimin e qytetarit në drejtësi, por njëkohësisht e dikton edhe përmbajtjen e mbrojtjes apo të drejtës kërkuar në gjykat. Për shkak se natyrshëm ideja është që po besoj që është universale kjo që njerëz i kanë mbarë disa të drejta institucione për t'i realizuar përmes institucioneve në momentin që duhet. Prandaj institucionet duhet ta kenë këtë përgjegjësi dhe sigurisht edhe të ndjekun, si më thonë, nevojat e kohës, sepse ka një farë lloj evolucioni në princip në çështje. Tani çfarë më thonë edhe një diçka në perspektivë që ne tani e kemi observuar gjatë kohës kur kam qenë në Këshill. Në qoftë se e morim numrin e çështjeve që pranojnë gjykatat apo edhe mekanizma të tjerë që kanë përgjegjësi para se një çështje marrë në gjykat si parametër, dhe nëse morrim edhe parametrin e dytë, sa është debitimi i buxhetit publik ose organizata publike, atëherë ne flasim për një problematikë goxha serioze të funksionimit të shtetit ligjor dhe të gjithë administratës gjyqësore. Administratës shtetërore dhe rrjedhimisht edhe ta themi edhe gjyqësore, sepse do të shohim si përfundim se gjithçka që realisht lidhet me aksesin në fund, lidhet edhe me kapacitetin për të përballuar kërkesat e kohës, diçka që neve besoj goxha shumë na mungon, edhe si përgjithësi, sepse ka shumë rëndësi se si e trajtojmë një çështje, edhe si shkatësi, sepse shumë herë morëm shumë kohë për një çështje thjesht, por njëkohësisht edhe si potencial në çfarëdo perspektive që ne e shohim edhe si burime njerëzore, edhe si logjistikë, edhe si resurse teknologjike, edhe si thjeshtësi e zbatimit të ligjit të tjera. Pikërisht për këtë, ndoshta faktin që se edhe ne që jemi në kontakt drejt për drejt me qytetarët, veçanti përmes qendrës për ndihmë juridike falas tonë KD, e shohim një farë çësje që burën drejt për drejt prej qytetarëve, mbi bazën e asaj që a funksionon institucionet kur unë kisha nevojë për të. Do të thonë një çësje e tillë qytetarëve pikërisht këtë aspekt për me bëu një vlerësim pastaj mbi atë se si është trajtuar rasti i tyre ose si është trajtuar në përgjithësi ata vetë. Dhe thjesht në këtë frymë, ndoshta a vlerësoni ju ose sa vlerësoni se varet në përgjithësi cilësia e demokracisë nga aftësia e sistemit drejtësisë për më ofru qytetarëve çësje reale dhe efektive në drejtësi. Do të thonë, a mendoni që përmes përvojës me sistemin e drejtësisë, qytetarët e konceptojnë perceptimin e tyre për shtetin dhe për demokracinë? Absolutisht po, do të thonë, ndoshta përgjigja direkte kish pas me qenë se në fakt demokracia është sinonimi i drejtës dhe kufiri se dhe kush trihet e drejta edhe individit edhe ma gjerë, dhe në fakt ku ta ngan pastaj me të drejtën e tjetrit, dhe nëse kjo drejt has në vështirësinë në realizim. Pra në fillimisht në njoj, sepse vendimi është në princip njoj, dhe pastaj është procesi dy që po ashtu përban një komponent të rëndësishme të shtetit ligjor, dhe të shohim që po, absolutisht, do të thënë, besoj që në mos konsiderueshme qytetarët kanë me ndërtu një ide që realisht niveli demokratik i zhvillimit, po njëkohësisht edhe i zbatimit të drejtave është në, si më thënë, me pika kritike, për shkak se kur shikojmë edhe si niveli përgjithshëm i popullsisë, do të thënë numri i madh i çështjeve tregon që një e drejtë edhe mund të jetë ndoshta jo pi drejtave kryesore, mund të jetë ta themi pak ma sekondare, megjithatë e rëndësishme për individin, duhet mri deri në procedurën gjyqësore për zbatim, ndërkohë që thjesht ka kaluar një proces të tërë të mekanizma që kanë pas përgjegjësi me adresu dhe mund të marrë një shembull thjesht. Për shembull, e drejta në pagë ose në bonusët ose në përfitimet që vijnë nga marrëdhënia e punës. Dikujt mund të duket teknike, ama në fakt flet për një proces të rëndësishëm të drejtës dhe mënyrës se si ne në kuptimin nacional, pra si strukturë shtetërore, në gjithë pushtetet e trajtojmë këtë çështje. Dhe pastaj e mrin në gjykatë dhe merr ato kohën e vet, ndoshta edhe vet apo vite, dhe absolutisht si mund të shikuar nga kuptimi personal, përveç se një problematik serioze në funksionimin
e demokracisë, sepse aja do të kuptonte që kjo drejt do të duhet realisht të zbatohej pa mërri një proces gjyqësor. Unë besoj që dhe madje në ato mundësitë e mia prononcimit e kam thonë në shumë raste që një shtet demokratik që ka aspirat zhvillimit, sepse patjetër që disa të drejta do të varet nga potencialet ekonomike, sociale, edukative e tjera, sigurisë e tjera të shtetit, duhet të aspiroj që me mbajë qytetarin në princip larg nga nevoja e shërbimit gjyqësor. Dhe ky shërbim duhet të ofrohet përmes strukturave tjera. Pra, dhe në këtë kontekst, nëse ne tash e morëm në mënyrë të krahasuar këtë kërkesë, këtë vëllim kërkesash, del që në përgjithësi kemi definitivisht problematika që në një farë formë cënojnë të drejtat e qytetarëve në çfarëdo natyre që mund të kemi dhe tani edhe nga perspektivë e gjyqtarit, do të thënë e vrejmë që vazhdon me qenë ndoshta ne tani po referohem duke pas informata edhe nga eksperjenca e Këshillit, ajo që quhet në një farë forme e drejta klasike ose e zakonshme në shumë vende të zhvilluara evoluon. Pra, zavencohet një fond i kërkesave, për shembull nga marrëdhënia e punës me një fond të kërkesave nga shërbimet shëndetësore po marr shembull. Ndërkohë që në Kosovë për 25 vite vazhdon me qenë në konsistencë plot materia klasike që për mua tani në perspektivën e një observuesit përditshëm të praktikës përfaqëson një shqetësim. Pra nuk kemi zhvilluar me thënë drejtën në mosën që do të duhej ose që në fakt kemi aspiruar. Krahas kësaj pjese edhe çështje që të evoluimit ndoshta të sistemit. E përmendat edhe në përgjigjen e juaj paraprake, rëndësinë ose kështu shkarazi çështjen që gjitha rastet që trajtohen duhet trajtohen për një gjyqësor të pavarur. Në episodin e kaluar kemi diskutuar më gjerësisht në përgjithësi për pavarësinë e gjyqësorit si një prej themeleve të demokracisë. Edhe një prej pikave që ndoshta mendoj që ja vlen me u marrë shumë e veçantë prej diskutimit të kaluar është një pikë që e prekëm tek çështja e amendësisë. Domethënë ajo që qysh pavarësia e gjyqësorit lidhet ngushtë me kulturën institucionale, por edhe me mënyrën se si institucionet e kuptojnë edhe respektojnë rolin e pushtetit gjyqësor, domethënë në përgjithësi dhe qysh përkthehen realisht krejt këto vlera në praktik. E tash me fjalë tjera po them unë tash kështu nuk mjafton që pavarësia më garanton letër, po ajo duhet me qenë pjesë e mendësisë institucionale dhe funksionimit të përditshëm, të sistemit të përgjithshëm. Dhe na e dim që pavarësia e gjyqësorit realisht përmendet pothuajse në çdo dokument, në çdo prononcim, diskutim që i kemi, domethënë çdo herë është pjesë e diskutimit të përditshëm se sa e rëndësishme është dhe kjo, po edhe në punën tonë në IKD, edhe në vazhdimsi e kemi pa që pavarësia e gjyqësorit disi testohet, tham kështu në praktikë dhe kjo vjen forma ndryshme, qoftë direkte, indirekte ose në mënyra tjera. Kisha dashur prej përvojës edhe perspektivës juaj me marrë një vlerësim, ndoshta sa ju e vlerësoni që në realitet ose në praktik ka pavarësi gjyqësorit. Tashti ndoshta ka qenë tema që për shkak të natyrës punës që kam bërë, ka qenë si më thonë në një formë çdo ditë në trezën time dhe ajo që kisha mund me thonë në fakt ka një farë lloj kontrasti të madh në ato që ndodh në realitet. Për shkak se nëse morëm tani standardet për testin e pavarësisë gjyqësorit në kuptimin kushtetues ligjor dhe të institucionit, realisht sistemi është në princip shumë i pavarur, sepse ka disa parametra që e identifikojnë ose e mosin nivelin e pavarësisë gjyqësorit dhe lidhet në atë parë me buxhetin dhe administrimin. Pastaj lidhet me disa atribute që në mënyrë tipike ka sistemi juan, kush i zgjedh gjyqtarët, pastaj kush i mban vlerësimet e performancës, kush i bën disiplinat, kush i bën proceset e vlerësimit dhe kush i bën llogaridhancë. Në këtë perspektivë, sistemi juan është në kategorinë e sistemeve absolutisht shumë pavarme, edhe pse kemi thonë gjithmonë që buxheti është pika kritike për shkak se e dikton potencialin e një sistemi. Dhe një sistem pa potencial në kupton që në mënyrë automatike do të ketë vështirësi në realizimin e misionit vet, diçka që e dikton automatikisht edhe vlerësimin apo gjykimin mbi sistemin. Pastaj ka
Një çështje dytë që tani e bën si më thon këtë kontrastin me ato që po flasim, është qasja që ne kemi mbi gjyqësorin në gjithë nivelet. Edhe se individ, po natyrisht e veçantë dhe problematika paraqitur kur kjo ka të bëjë me strukturën politike, me institucionet dhe me përgjithësi. Tani kur e shikon kështu në retrospektiv, gjithmonë ka qenë kauz, ka qenë çështje nacionale. Mirë po, angazhimi ndër veprimin institucioneve dhe në mënyrë veçantë i pushteteve që kanë përgjithësi për me e dinamizu, si më thon, zhvillimin në drejtësi, në parametrat pranueshëm me Këshillin e Evropës, po edhe në mënyrë veçantë edhe me ato të Bashkimit Evropian, ka has në shumë problematike sepse ka një gjykim. Dhe problemi kryesor, sipas meje, është kur vendimarrësit kanë një gjykim dhe pastaj vendimin e sillin mbi gjykimin. Dhe për mos të thonë, ndoshta ky gjykim në fakt është ka një herë para gjykim. Dhe ne themi nga praktika që mënyra më e sigurt me gabu është me paragjyku. Kështu që do të thonë kam përshtypjen që jo vetëm ndoshta në kohën kur ne po flasim, por edhe në retrospektiv, në përgjithësi duke u paragjyku drejtësia si mungesa e rezultatit e suksesit, në një farë formë është justifikuar dhe mungesa e mbështetjes. Dhe kjo pastaj ka bërë një problem të veçantë. E dyta që është, e treta në fakt që është problemi kryesor. Edhe në vetë standardet e Këshillit të Evropës, kur diskutohet për shembull për lirinë e shprehjes, ka një logjik se cilët subjekt, instituciona apo organizata duhet të jenë më të mbrojta dhe ndaj kuj mund të jenë më liberal në shprehje. Ndaj shtetit mund të jenë më liberal, ndaj politikanit mund të jenë më liberal, por ndaj gjyqësorit kërkohet një vëmendje dhe kërkohet një kujdes i veçantë, sepse rreziku i mos zbatimit kësaj mose që në fakt është sjellje edhe e individit këtë rast, po edhe e shtetit pra strukturës shtetërore, do ta paragjykoj drejtësinë. Dhe ka me ndërtu narrativen e cila riparimin e domës që shkakton narrativa negative ka shumë vështirë. Pra, pastaj kemi edhe një problem të tretë apo të katërt, sepse pavarësinë na kemi diskutuar gjithmonë ndoshta në dimensionin sa struktura gjyqësore po bëhen nga njerëzit e gjyqësorit dhe a ka veprime ekzekutive që kanë përgjegjësi brenda gjyqësorit. Këtë pjesë na jemi tepër mirë. Mirë po, duhet me thonë që ka edhe një çështje që na duhet me trajtu vetë gjyqësori. Pavarësinë e brendshme është tepër e rëndësishme dhe kjo e kupton dy sjellje. Të parën të gjyqtarit dhe zyrtarit të gjykatës që duhet të eliminojë çdo diskutim dhe si më thonë rrethon që e influencon potencialisht vendimarrjen e tij, sepse duhet të jetë në fundit vendimi besimi i tij, pa marrë parasysh kush është struktura e brendshme dhe njëkohësisht influencat që mund vinë nga jashtë dhe që në fakt edhe mund ta gjykojnë pasaj drejtësinë si të njëanshme, apo ta paragjykojnë apo ta perceptojnë dhe gjitha këto në fakt kanë një, si më thonë, një rezultat përbashkët që besimi i publikut zbehet. Prandaj ne në këtë sens duke besu që në fakt gjyqtari përmes transparencës së institucioneve është kontrolluesi më i mirë i të gjithë ushtrimit përgjithësive të autoriteteve publike, mendoj që kemi bërë progres. Jo vetëm gjyqësori, por përgjithësi institucionet. Mirë po, tani në anovitet edhe një ta themi atribut i veçantë që i mundson gjyqësorit ta ketë, si më thon, manifestimin e duhur të punës së tij, pa këtë narrativen që mund të vijë si negative qoftë nga qeveria, qoftë nga governi apo nga politika në përgjithësi, sepse nuk flasim këtu vetëm për institucionet me përgjithësi ekzekutive, por gjithë struktura politike mund të ketë impakt mbi drejtësinë. Njëkohësisht, në vazhdimsi me këtë ndërsa prej përvojës edhe në kohën që keni drejtu Këshillin gjyqësor, ju e keni pas mundësi me pa, do të thonë, prej asaj pozite komplet funksionimin, administrimin e gjyqësorit edhe me e drejtu në këtë pjesë. Kështu që ndoshta gjithmonë sidomos edhe ne si shoqëri civile kur flasim për çështjen drejtësi, fokusohemi te ajo
çka kërkon qytetari. Po du veç për këtë pjesë me bo një perspektivë tjetër, një kahje tjetër të asaj që po du me marrë perspektivën institucionale në këtë drejtim. Çka e pengon sistemin që me ofru qasjen drejtësi në mënyrë efektive, sepse ne po themi në vazhdimsi, ka pas avancime, po themi në vazhdimsi, do të thonë për çështje, por gjithmonë ka dhe kanë mbet pengesa të caktuara në veçanti për qasjen drejtësi të qytetarëve. Kështu që tu nis prej qytetarit, por në parim vlerësoj që është e nevojshme me marrë edhe këtë qasje institucionale që cilat kanë qenë pengesat kryesore në raport me juve, punën e juve si gjyqësor në administrim dhe këto që kanë bo pastaj që me pengu qasjen e qytetarëve në drejtësi. Mos ecja me kohë. Pra, ne kemi ndërtu institucione, madje edhe kemi konsolidu, me thonë drejtën. Dhe kur shikohet tash në krahasim me vende të tjera, ndoshta kemi bën me ku shumë rekord, sepse veç 25 vite realisht janë të këtij gjyqësori. Mirë po, mos ecja me kohën e kupton që në mënyrë të kujdesshme dhe të mbështetur nga shteti nuk është zhvilluar drejtësia. Pra ne nuk e kemi përcjell sa është kërkesa e qytetarit, atij që kërkon shërbim në gjyqësor dhe sa është ky potencial. Pra thjesht në një farë formë, ndoshta nganjëherë jemi mjaftuar me ekzistencën e institucionit, pa shikuar çfarë përmbajtje të shërbimeve po jap. Ato do të jenë thjeshta, do të jenë cilësore, do të jenë besueshme, do të jenë shumë lehtësashme, do të jenë sigurta, tepër është më rëndësi. Dhe në këtë kontekst, unë po besoj që përgjithësi, do të thënë, kemi ndërtu, hartu, miratu, strategjia, plane, veprime, koncepte, gjëra të tjera, por pastaj në fazë të zbatimit ose ka dështu ndërveprimi, sepse pushtetet përveç që realisht janë ndara, ato ndërveprojnë. Dhe në momentin kur nuk ka ndërveprim të duhur dhe efektiv të pushteteve, në këtë rast, në veçantë gjyqësorit me ekzekutivin, për shkak se aty duhet të ishin pranuar propozimit dhe pastaj ta themi me legislatimin që është garantuesi në fakt i të gjithëve pastaj, definitivisht hasim në disa si më thon çalime të cilat në periudhë kohore definitivisht kanë grumbulluar raste, kanë kryer problematika, kanë pamundsuar pastaj institucioneve të zhvillohen në mënyrë normale. Dhe po marr vetëm një shembull thjesht. Çka ne kupton që mos ecë me ku. Për shembull, përveç se ne jemi ndalë shumë të efikasiteti, sa raste kemi kryer, sa po presin. Nuk është vetëm kjo sfida. Është edhe cilësia. Për shkak se mungesa e potencialit që realisht e ka pas gjyqësori në njerëz në atë parë dhe në dije, të dyat janë. Nuk do të më mohuna asnjëherë. Pra ne kemi dy problematika. Edhe në mungesë të potencialit për të bërime njerëzore dhe tash teknologjike, sepse është pjesë e pandashme më e zhvillimit, dhe njëkohësisht e mungesës së kapacitetit në dije, për shkak se e dim këtë procesin, ta themi kanë njëre ping-pongut që është edhe brenda gjyqësorit, kanë kriju, si me thonë, situatë kur edhe gjyqtari, edhe zyrtari, edhe gjykata, edhe vetë struktura gjyqësore në përgjithësi është përballë me pamundësinë e adresimit të gjërave, edhe në kohë, edhe në cilësi. Pra, për shembull, ne e shohim disi vendimin si produkti i gjykatës, por në shumë raste ajo është atributi shumë subjektëve që morrin pjesë në nuk duket kërkon bote zakonshme me mungu ose me dështu seanca gjyqësore për shkak të për shembull prokurorit. Po të na dështon sepse atje ka mungesë kapaciteteve. Nuk duket ndoshta e zakonshme me dështu për shkak të avokatit, por të ne dështon. Nuk duket hiç e zakonshme në çështje familjare me dështu për shkak punëtorit social, por të ne dështon. Sepse realisht atje kanë mungesë të kapaciteteve. Pra, realisht kur e shikojmë kështu si tërësi, edhe zhvillimin pastaj të ndryshimeve ligjore dhe strukturave, kanë përbën një grumbull faktorësh që e kanë diktuar në përgjithësi gjendjen, e cila tash i imponohet institucioneve dhe vetë Këshilli Gjyqësor kur kom qenë, edhe tani që kryesisht merren me situatën e emergjencës për të adresuar bekullokun dhe problematikat që janë. Por kjo nuk kupton që ne jemi në vonesë të kësuar dhe çdo ditë jemi në vonesë për cilësinë, pavarësisht që ka edhe rezultate pozitive. Diçka që është e kisha thonë, ndoshta kanë njerë kemi diskutuar dhe ndërtu koncepte
për te mundësive tona të zbatimit. Pra, kemi pas aspirata tepër të mëdha, ndërkohë që kemi probleme bazë. Dhe mendoj që do të duhet ndoshta, shpresoj që pas të konsolidimit të institucioneve do duhet të riktheheshim institucionet edhe një herë, edhe për shkak të procesit që duhet Kosova në rrugën e anëtarësimit, të ketë një koncept nacional për zhvillimin në drejtësi, por që nuk kufizohet vetëm në gjykatë. Shkon te policia, shkon te prokuroria, shkon te shërbimet sociale, shkon te agjenci tjera që ndërveprojnë, të organizata tjera që ndërveprojnë në një formë me këtë rast gjyqësorin dhe që në fakt bojnë vetë nocionin si më thënë strukturë e shtetit në kontekstin ligjor. Nëse këto nuk funksionojnë dhe barrikadohen duke e hedhë fajin tek njëra tjetra, atëherë natyrshëm problemet veshkojnë duke u rritë dhe ke i fatëror pastaj asaj që po e quajmë fakt gjithë mosbesimi i publikut gjyqësor dhe njëkohësisht pengesë serioze për realizimin e drejtave të cilit. Krahas që të në sfidave, ndoshta është interesant me marrë edhe një perspektivë tjetër, sepse sidomos ne që monitorojmë sistemin, i shohim lëvizjet, avancimet, normalisht edhe këto sfida dhe gjitha që kanë qenë. Por nëse kthehemi prapa, kanë qenë disa sfida specifike të cilat tashmë janë adresu me kohën, edhe ju e përmendët, dalin sfida të reja ose edhe sfida që kanë mbetë dhe po bartën dhe si e tillë. Por e vlerësoni se ka ndryshu kultura institucionale e gjykatave, e gjyqësorit, shumë raport me qytetarin ndër vite? Absolutisht që ka një evolucion serioz, me thonë drejtën. Nisur edhe nga integriteti ta themi individual marrësi mesatare, pa paragjyku askan sepse konteksti i kohës sigurisht i sjell gjithmonë disa sfida. Ka më shumë vedije publike dhe ka më shumë vedije edhe të individit për mundësinë që ka së cili me adresu një çështje në gjykat, por njëkohësisht edhe me kontestu sjelljen e gjyqtarit të së cilit zyrtar brenda gjykatës dhe kjo, me thonë, është një aspekt shumë pozitiv. Mirë po, diçka që na kemi nevojë me adresu shumë shpejt. Dhe që duhet ndoshta, si më thonë, e parësyshme me thonën. Por nga njerë kemi disa reflektime që i marrim nga krahasime, nga eksperienca që ne kemi pas edhe me vende tjera. Dhe edhe me kolegët tonë dhe diskutojmë, por nuk po flas tani për gjyqësorë, po flas edhe për gjithë organizatat. Edhe në gjyqtar gjerman thjesht ka një ligj të rrezën e vet. Thjesht ka një file pra një çështje, thjesht ka një zyrë dhe një asistent ose një mbështetës. Nuk ka asgjë më shumë. Veç realisht ndoshta e ka ndërtu kulturën e punës në konsistencë dhe jo në emergjencë. Na kemi nevojë me reflektu thellësisht. Nuk ka, besoj, edhe diskutojmë edhe në takimet tona, ta themi kështu, miqësore të brendshme, nuk ka funksion dhe nuk mund në shteti me të basin ndero, se sa, në që ose mund me thonë këtë mënyrë, se sa me të dhënë mundësin me ushtru një funksion që përfaqëson përgjithësi publike. Në çfarë do niveli. Dhe kjo duhet kthehet me, si më thënë, me angazhimin maksimal, me kujdesin e duhur dhe me përgjithësinë e ushtrimit në mënyrë efektive dhe jo të një farloj komoditeti që ka njerë e përbën një farloj kontrastit madh në mes të individit të angazhuar shumë në institucionin njëjtë dhe atij që realisht nuk bën asgjë. Dhe e dyta, që është besoj që është tepër e rëndësishme, është nevoja për zhvillim. Nuk mund me mshel në librin vitin 1980, 90, 2000, 2008, edhe tani me rutinë me pra drejtësia dhe përgjithësi jeta e kërkon zhvillimin. Dhe ky është zhvillim, nuk kupton që ne duhet ndjekim, si më thonë, hapat e kohës në çdo aspekt, sepse ne përballemi me sfida. Dhe nëse ne nuk zhvillohemi, kjo bën që nuk do të jemi të gatshëm dhe nuk do të kemi kapacitet me përballu, si më thonë, sfidën e kohës, dhe kësaj kisha pas mjaftu edhe një kulturë që ekziston gjithmonë në botë në organizata me përgjithësi publike, që ne do të jemi të legjitimuar. Të ne kanë njerë harrojmë në emër të diskrecionit, pavarësisë, të koncepteve që natyrshëm janë në një farë forme garancioni i përgjithësisë tonë në punë,
kemi, si më thonë, disa çuditëra brenda sjelljes dhe çdo çudi realisht në fakt përbën një shkak për debat, diskutim, konvergjencë e çështje të tjera. Prandaj kur e them me u legjitimu është ai standard që ekziston në çdo institucion duhet murojt. Dhe mos më vrejt kur në dhënë emri i gjyqtarit, thjesht kemi këtë konstant. Duhet kultivuat. Pra me u fuqizu sepse ajo është në radhë por garancioni e tij që ka e marrë vendimin dhe pastaj është siguria e tij që e pret vendimin nga institucioni dhe nikosisht me aspiru me shku ku janë vendet para neve. Pra dhe këtë që kjo nuk ka kosto. Këtë që kjo është sjellja jona. Si do të zhvillohet? Duke e fuqizu llogaridhënien brenda institucioneve. Pra mendoj që na duhet të punojmë shumë në këtë pjesë sepse kjo nuk ka kosto. Dhe nuk mund bëhet ndoshta as me investime pa pas reflektimit dhe përgjegjësitë që duhet të ketë secili brenda institucionit. Kanë kosto trajnime, ne e dim, por Kosova nuk është për fat mirë, nuk është në atë gjendje që nuk mund të mbështet zhvillimin e profesional të tjerë të njerëzve të drejtësisë. Realisht po bëjmë shumë përshtypje disa prej çështjeve shumë të rëndësishme këtu me UCEK, po pashmangshëm nuk më i me ndalte një pjesë tjetër që ishte rrjedhë diskutimi këtu, po shumë e rëndësi që i prekum do çështje tjera, po një prej kritikave më të shpeshta vazhdon mbetet vonesat, domethënë në gjyqësor. Edhe krahas gjithë këtyre çështjeve tjera prap, domethënë po e shohim që sado që janë të rëndësishme, sado që kanë shumë vlerë gjitha këto pika tjera, prap fokusin veçanti prej qytetarëve gjithmonë dalet te vonesat. Te kozgjatja është një problematik që identifikojmë edhe ne si IKD, si monitorues sistemit, edhe raportet ndërkombëtare për Kosovën, edhe ankesat më të shpeshta ndoshta që paraqiten gjithmonë top të ankesave edhe tek avokati i popullit, edhe kudo prej qytetarëve, është kozgjatja e procedurave në sistem edhe thjesht si prej komplet përvojës tuaj deri tash edhe tu e pa në përgjithësi gjitha dhe sfidat e këtu. Sa mendoni që ka ndiku kjo situatë, këto vonesa në përvojën e qytetarëve me sistemin e drejtësisë radh parë dhe tash do të thani pyetje kështu më a është trajtuar me seriozitetin e duhur prej gjyqësorit kjo çështje? Realisht qytetarët kanë drejt. Secili që pret me vite për një çështje, edhe kur e merr drejtësinë, në fakt nuk e ka marrë drejtësinë, sepse drejtësia është edhe me marrë kohë. Pra, brenda një drejtësie në fakt ka edhe një situatë që krijohet gjatë kohës kur çështja është në gjykat. Dhe tani për me mritë ndoshta një përgjigje krejtësisht e sinqertë, me thënë drejtë, e kësaj është trajtuar me seriozitet. Nasa duhet më përgjigj secili për neve, edhe në përgjithësi individuale, po edhe të administrimit, çfarë do niveli që kemi qenë, a kemi mujt me bo ma shumë për drejtësinë dhe rrëdhëmisht edhe për qytetarin. Përgjigjja është gjithmonë thjesht po. Dhe kjo e zben, si më thonë, nivelin e seriozitetit që ne kemi trajtuar edhe kuptimin nacional, edhe ta themi edhe të përqendruar brenda pushtetit gjyqësor, çështjen e vonesave në gjyqësor. Po shkon edhe te individi. Shumë kemi pas mbështetje ndërkombëtare. Dhe ndoshta nuk e kemi shfrytzuar në mënyrën e duhur. E para, do të thënë, duhet me thonë tani sepse ka kaluar 25 vite, kanë herë kemi pranuar, si më thonë, sugjerime që nuk përputhen me organikën tonë. Dhe kanë funksionuar sa ka ekzistuar mbështetja aty, një projekti ose një organizatë dhe pastaj ka dështu. Dhe prapë do është më kthyer në një rishikim. Pra, në këtë kontekst mendoj që u bë shumë në vitet e fundit në gjitha nivelet ta themi të shtetit që kryesisht të diskutohen, negociohen ku është përqendrimi. Dhe çështja e dytë është që ne kemi deficite serioze, shumë serioze, në kapacitetin e administrimit në gjitha institucionet. Shumë serioze. Dhe këto po e them për një arsye. Nëse një organ, ose një strukturë, ose një pushtet, ka përgjegjësinë e planifikimit. Ai duhet sigurohet që planifikimi rrin deri te arteria e fundit të funksionimit të organizatës.
dhe shumë shpesh tani. Do të thënë e kemi thonë në takimet tona të branshme në shumë raste që ajo pjesa e mesme e strukturës e pengon ka njerë problematikën me kohë të adresimi, sepse du të adresohet nga një strukturë tjetër, dhe njëkohësisht e pengon zërin me shku deri në strukturën e fundit, kur ka një planifikim, kur ka një urgjencë, kur ka një diskutim. Në qoftë se kisha bos me përqëndru në gjyqësor, e kom thonë krejt publikisht dhe këtu po është momenti me përmend, kam përshtypjen që ne duhet me mbrana gjyqësor duhet me po gjithë gjykatat veç i veç. Pra, besoj që Këshilli aktual dhe në të ardhmen duhet me fillu kur nxjerr rezultatet me nxjerr edhe në mënyrë të veçantë për gjykat menaxhment, strukturë të veçantë, sepse vetëm këtë mënyrë ne kemi pra në mënyrë të krahasuar kemi mrime po që në një strukturë caktuar kemi një problematikë që nuk po merr seriozisht një çështje. Dhe që ose duhet korrektohet, ose duhet zavencohet. Kjo është logjika, nuk ka tjera logjika. Në këtë sens, kam, si me thonë, edhe vlerësimin edhe për kohën kur kam qenë, që jo gjithmonë kemi mërri me bo gjërat si duhet. Pra, një prej atributeve të pandashme pavarësisht është llogaridhënia. Dhe kjo vlen për gjithë, nuk vlen për gjyqësorin. Pra, nuk mundem gjithë ditën e të në kohën i panvarëm, pa dhonë asë në llogari për qytetarin në rrëdhëpor, sepse ati japim gjithë llogari dhe njëkohësisht për mënyrën se si ne konsumojmë edhe buxhetin, edhe kapacitetin që ka edhe përgjithësinë vetë gjyqësori. Pikërisht të kjo, sepse për qytetarin këto janë të rëndësishme, domethënë në këtë aspekt, por edhe një çështje tjetër që na besoj që identifikojmë veçanti në punën me grupet e ndjeshme që e bojmë përmes ndihmës juridike falja, sepse kemi grupe të caktuara, shohim që në farë forme jo çdo herë funksionon, kisha më thonë, sistemi ashtu siç është letër në aspektin e trajtimit të palëve në mënyrë të njëjtë, sepse thjesht konsideroj që sistemi realisht testohet kur puna është ju shërbej atyre që janë më të cënushëm. Sepse kur funksionon për dikë që ka njohuri, që ka mundësi, që i ka kapacitetet e caktuara, nuk është njësoj kurse për dikë që mund vi nga një situatë e caktuar e cënushme. Si e vlerësoni ju, a janë gjykatat në Kosovë në atë stad që ju ofrojnë gjithë qytetarëve trajtim të barabartë në qasje të njëjtë drejtësi, pavarësisht pozitës së qytetarit, pozitës sociale, ekonomike, politike, do të thonë, a arrin sistemi jon krejt kategorive me ofru qasje të njëjtë? Tashti në termat përgjithshëm ne besojmë që parimisht po, do të thonë. Nuk besoj që mund gjejmë tani në situatë kur ndoshta në mënyrë klasike themi që ja diskriminimi këtij mund të ketë situata kur ndoshta u trajtu tani gjykatë të një zyre, një çështje më shpejt se çështja tjetër, por në përgjigjen nëse e zbatojmë tërësisht barazin, se kjo është thelbi i çështjes. Dhe barazia pastaj nënkupton që jo gjithë subjekt vinë me specifikat e njëjta në gjykat. Pra, ose e rrit urgjencën e çështjes natyra, ose e rrit subjekti, për shembull mund të kemë mbetur në proces dhe në rënd automatikisht roli i gjykatës. Përgjigjja është jo, madje ne një prej problemeve kryesore që unë e kam pasur të kohës kur kam qenë këshill, ka qenë me bon një moti serioze të një farloj shpërndahme proporcionale në sistem. Sepse cënoi rënd barazia pra kishim gjykatë që veprante në 2 vite ku dhe kishim gjykatë që veprante në 5 ose në 7 vite. Pra tani nuk bëhet më fjalë vetëm për kategoritë të cënueshme, por bëhet fjalë në përgjithësi për gjithë qytetarët që kanë çështjen e gjykatë. Tani kategoritë të cënueshme për fat keq, do të thënë Kosovë e kanë sfidën veçantë. Për shkak se kur e thash në fillim të kësaj bisede, është tepër më rëndësishme të ndumën mbajtje qytetarin larg prej gjykatës. Për shkak se gjithë çështjet civile dhe administrative kanë kosto. E para, që gjykata në cilësinë e një arbitrit panvarëm,
paanshëm dhe kryesisht me rol, ta themi, pasiv në proces, nuk e mbulon këtë kosto. Kjo automatikisht e vendos qytetarin me mundësi dhe qytetarin e pa mundësi financiare në pabarazi. Kjo është e para. Dhe e dyta është natyrë njerëzore. Ato që kanë gjendje ekonomike, ta themi, jo të mirë, apo rrethona tjera, se nuk është vetë gjendje ekonomike, zakonisht kanë më pak njohje dhe kanë më pak mundësi. Edhe për vetë të drejtën. Dhe kjo bën pastaj edhe ne, si më thonë, diferencë të dytë ose shkak të dytë që vështirja ja pa mundson. Ne duhet të qenë, si më thonë, mirënjohës për gjithë organizatat ndërkombëtare dhe vendore që kanë sensibilizuar në radhë parë këtë nevojë. Sepse lidhet në radhë parë me logjistikën. Pra kishim kategori të caktuara që nuk mund fare me o fut në ambientet gjyqësore, o bo përmirësim në këtë pjesë, por kryesisht kishim qytetarë që nuk e kanë njohjen. Dhe ne e dim, në gjithë vendet demokratike ku funksionojnë gjykatat e pavarme, mos njohja e ligjit do dëmton procesin. Dhe tash a është mri, nëse më pyetni mua si profesionist, a është mri që edhe përmes kësaj asistencë që dhon në forma të ndryshme me u realizu mbrojtja gjyqësore efektive, prapë mendoj që ju, sepse potenciali i çdo organizatë që jap ndihmë juridike nuk është si më thonë, në modelin e avancuar të mbështetjes, po është në nivelin princip minimal të mbështetjes, pra përbën një progres të madh, po megjithatë prapë ka sfida. Tash se ka qenë sjellja gjyqësore sa do duhet shtetit të shikon këtë pjesë, unë besoj që ka hapësira, për shkak se ndoshta do duhet që edhe në ligjet e sidomos të procedurave të kishim rrethona lehtësuese dhe një farë forme gjendën në fundit që mbështesin kostën e proceseve për njerëzit që nuk mund me mbulu. Për shembull, nuk mund zhvillosh në shumë raste një proces gjyqësor civil ose administrativ pa një ekspertizë. Dhe një ekspertizë ka kosta. Në mungesë të ekspertizës, gjykimi është me pasojë negative për ato që kërkon mbrojtjen. Pra nuk merr rezultat pozitiv nga gjykata në këtë pjesë ne e vrejmë, domethënë, që është një prej çështjeve problematike. Dhe parashah që do të jetë edhe më shumë, për shkak se në përgjithësi trendet shkojnë në drejtim që gjykatat administrative gjithmonë bëhet, por në veçantë në Europë kanë numër më të madh të rasteve çdo ditë më shumë, për shkak se sjellja e administratës nuk është unike, mas por në nivel të vendit, nuk është efektive njëjtë. Nuk është gjithmonë e plotësuar me trupat që duhet të reagojnë dhe kemi pafundësisht çështje për shkak të heshtjes apo mos sjelljes vendimit, që nuk është e zakonshme, pra do të sjellin sa më shumë qytetar. Dhe ku është problematika? Këto janë qytetarë të rëndëmshëm që jo gjithmonë do të kenë mundësi me mbulu kostën e procesit gjyqësor. Tash krejt këto diferencat që i shohin qytetarët, që i perceptojnë në përgjithësi. Për shembull na prej punës tonë në monitorim jo vetëm tashmë të sistemit drejtësisë, po në përgjithësi të institucioneve, besoj që e kemi vrejt një farë tendence që qytetarët e kanë një lloj tolerancë më të madhe ndaj problemeve të them kështu politike ose çështjeve tjera të përditshme, po shumë vështirë tolerojnë që ndjesinë që drejtësia nuk është e barabartë për gjithë ose që ju duket se ka një farë ndryshimi të caktuar. Dhe kjo besoj që na çon edhe na lidh pikërisht pas ne edhe me çështjen e besimit publik, sepse në raportet tona edhe na kemi trajtuar gjithmonë dhe jemi mundu ta ngrisim si çështje edhe në nivele të diskutimit të përgjithshëm që jo gjithçka duhet lidhet, e thatë edhe jo realisht, edhe sot këtu edhe herë të tjera që jo gjithçka duhet lidhet me efikasitetin, po duhet lidhet edhe me mënyrën se çysh trajtohet qytetari nga sistemi, me mënyrën si trajton gjatë një procedure, me mënyrën ose me transparencën e sistemit, qasjen informacion, sepse ndonjëherë shumë thjesht edhe kur procedura është e rregull, qytetari mundet më largu me ndjenjën se nuk është ndëgjuar si duhet. Edhe sa ka rëndësi ky dimension ose edhe çështje tjera në besimin e qytetarëve në sistem dhe a mendoni që ekziston problemi i besimit publik në sistemin e drejtësisë vendin tonë? Por do të thënë dallimin e besim në gjyqësor dhe në institucione të tjera që ndron është shumë i ndryshëm, për shkak se në raport me gjyqësorin qytetarët ndjehen në çështjen e veçantë, pra individuale që kanë gjykat. Ndërsa në raport me institucione të tjera është kontekst shumë më i përgjithshëm. Dhe sjellja, pra që realisht prapë nuk lidhet me kostot, është
e pazaventësueshme. Dhe po e tham tani shumë sinqerisht me mungesa serioze në sistemin tonë. Me mungesa serioze në sistemin tonë, në atë formë me administratën. Pra nga momenti, sepse ka një logjik, ka qytetarë që këtë jetën nuk shkon kur në gjykatë. Por një ditë ka me shku, supozojmë për certifikatën që nuk është dënuar. Do në mërë me letër. Pra njerëz nuk do në po në letër dhe jo online. Dhe qatit ka mu taku me dy njerëz, me sigurimin e gjykatës edhe me referentin që në qoftë se këta dy janë pasjellshëm. A e ka një perceptim për komplet sistemin, sa shku ma tutje. Pra, në këtë sens, na kemi diskutuar shumë dhe patëm bo shumë, kemi patëm zhvillu shumë trajnime të brendshme, në atë për sjelljen etike brenda administratës dhe njëkohësisht brenda gjyqësorit. Kur e diskutojmë edhe me kolegët tonë gjyqtarë. Dikur ka dominu ideja që në qoftë se ne sjellim një vendim të ligjshëm, realisht është zbatu misioni i drejtësisë. Tani në jetën bashkëkohore, ku standardet janë avancuar shumë, vendimi i ligjshëm asë diskutohet. Po ideja është më u sjell një vendim i besueshëm. Dhe nuk ka gjasa. Ne e themi praktikisht, nuk ka gjasa të cilët një vendim i besueshëm nga një proces që nuk e ka këtë besueshmëri. Dhe mas shumëti besueshmëria diktohet nga sjellja e secilit zyrtar të institucionit për çështjen që ka qytetari. E shohim dhe e kemi diskutuar në shumë raste dy gjëra që ne nuk i bëjmë në mënyrën e duhur. E para, ka një mungesë përgatitje për çështjen. Dhe e themi që zgjidhja më e thjeshtë për gjyqtarin nuk është zgjidhja e duhur për palën. Ka i bjen që gjyqtari duhet thellohet në çështje. Pra duhet ta njohë çështjen, ta themi në paramosat e mënyrës se si palët kanë prezantuar në gjykat. Për ta trajtuar në mënyrë të duhur. Dhe e dyta, duhet të ruhet shumë objektiviteti dhe sjellja e gjyqtarit. Pra, duhet të jetë në radhë profesionale, duhet të jetë etike, duhet të jetë efektive gjithmonë, pra pa vonesa, për ta nxitë këtë besim. Tani, a kemi ne kanë herë në proceset tona, apo në shumë herë, diskutime që vetë gjyqtari nuk është i gatshëm pastaj më shënuar në procesin e sonjë gjyqësore, përgjigjja është po. Dhe këshilla është, edhe si më diskutimi është me kolegët e ri, sidomos asnjëherë mos bëhet diskutime që nuk je i gatshëm i shënuar në proces, sepse kemi nxit një reagim, një mosbesim, një pakënaqësi mbi gjyqtarin. Ideja është që po, gjithmonë mund të kemi pakënaqësi me vendimin, po është e panatyrshme të kemi pakënaqësi me subjektin që nxjerr vendimin. Në këtë sens kemi shumë hapësirë për më përmirësu. Gjatë kësaj pjese dhe të kohës të mandatit juaj, Këshilli Gjyqësor ka kaluar nëpër disa reforma të vazhdueshme në çështje të ndryshme. Normalisht kanë mbetë edhe sfida të cilat janë në proces ose të paadresuara në këtë aspekt, por që duke reflektuar mbi krejt këto reforma të ndërmarra, sfidat, cilat i kishit identifikuar ndoshta 2 ose 3 ndryshimet, intervenimet më të nevojshme për qoftë ato që janë realizuar, qoftë ndoshta që kanë mbetë diçka pa u realizuar, që ndikojnë ose që kanë ndikuar për me afru qytetarin me sistemin. Po besoj që diçka që është më e pakthyeshme në sistem është transparenca e gjyqësorit. Por gjatë rrugës ka me pas nevojë për modifikime në mënyrën se si ne e bëjmë punën tonë prezent për qytetarin. Për shkak se dominohet nga terma abstrakt, drejtësia, vetvetim, nga nocionet pa njohura, nga terminologji ndoshta jo e kuptueshme. Sepse ne themi kemi një rregull, ne shkruajmë për jo juristët. Dhe në këtë kuptim na kemi nevojë me zhvillues të kapacitet, me RFY, në baza të rregulla që kjo është standardi, kjo është puna, kjo vlera, kjo është, si më thonë, ajo që po ndodh në gjyqësorin tonë. E vrejmë që nuk ka shumë reagim për ato që në fakt është interesi publikut. Ka vonesa, na jemi kësisht vënuar me RFY që hubojmë për me trajtu një vonesë. Ka kërkesa caktuar ose ka debat publik për një çështje që është brenda gjyqësorit dhe ne nuk kemi reagues sa duhet. Kjo është
një çështje që o modë është definitivisht diçka që duhet thjesht të zhvillohet. Një çështje e dytë që është adresuar në mënyrë serioze, por që tani kërkon kujdesin e duhur është për fat mirë ne kemi mbyll pothuajse strukturën gjyqësore. Dhe është një reformë që e kanë kaluar edhe vende të tjera dhe pe kalojnë edhe tani, domethënë. Dhe ndoshta do të kemi diçka të eventualisht në të ardhmen ndryshime tek shkalla 2 gjykata komerciale apo eventualisht fuqizimi të marrëdhënies special, por në princip struktura gjyqësore është mbyllë, kjo përbën një lajm mirë, por tani duhet zhvillohet kapaciteti dhe proporcionaliteti brenda sistemit. Një çështje e tretë që është filluar dhe që realisht nuk është adresuar në mënyrë të dur, është sistemi digjitale brenda gjyqësorit. Do të thënë është investim ta themi kryesisht i organizatave ndërkombëtare deri tani, por tani është koha që qeveria dhe kuvendit të reflektojnë mbi këtë situatë që shërbimet në gjyqësor duhet të bëhen sa më shumë digjitale online në mënyrë që ne të jemi në konkurrencë me vendet e tjera për shkak se ndërtësi konkurrohet vetëm me cilësinë. Dhe këto krejt janë, si më thënë, mosa për me bë cilësinë. E katërta që për mua është kryesorja, realisht është ne tani kemi një strukturë gjyqësore të gjyqtarëve kryesisht të ri, që po e marrin, si më thon, maturimin në drejtësi. Por që tani është koha që definitivisht sjellja jonë tjetër krahasuar me vende si Finlanda, Holanda, Gjermania, Franca, vendet e Bashkimit Evropian në përgjithësi, dhe kjo na kërkon që ne duhet të zhvillojmë. Nuk mundemi më sjellën që kanë njerë kemi si individ, nuk mund me përballu këtë trend kohës dhe këtë konkurrencë në kuptimin që e kërkon drejtësia si cilësisat. Pra nëse ne nuk marrim masa që ky maturim të vazhdojë me një zhvillim, për shkak se nesër do të bëhemi antar Këshillit të Evropës, do të përballemi me Strasburgun që do të shohim, si më thon, në farë forme edhe distancën e problemeve që kemi në kohë si zhvillim. Dhe e pesta kësha pas me qujt, edhe u punu shumë, për duhet me punu. Kur konkurohet të ne, për ne funksion. Kryesisht kemi platformë pothuajse ideale për gjërat. Në momentin kur marrim funksionin, platforma shndrohet në një harres që na dominon gjatë tërë mandateve. Një vend normal që aspiran me ndjek një rrugë të integrimit dhe të zhvillimit nuk mundet me toleru kështu sjelljesh. Dhe kjo i bën që thjesht duhet më bëu mallogaredancë. Absolutisht. Për fund, ndoshta me qenë se jemi në përmbyllje të diskutimit, e diskutuam prekëm ai çështje të rëndësishme të fillu prej qasjes drejtësi, pavarësinë e gjyqësorit, efikasitetin, barazim para ligjit, edhe gjitha këto edhe në fund edhe ndërlidhjen me besimin e qytetarëve, po edhe ndërhyrjet e nevojshme dhe të rëndësishme që e presin sistemin. Kisha dashur veç një reflektim ndoshta më të gjerë, jo gjatë, por kështu në aspekt të përgjithshëm se thjesht prej perspektivës juaj, prej përvojës juaj institucionale, por tash në raport me qytetarët, me atë që duhet ta kuptojnë qytetarët. Çka duhet me kuptu si shoqëri ose si qytetar për raportin në mes të demokracisë dhe drejtësisë. Do të thonë, ose edhe në një formë tjetër, çka ndodh nëse drejtësia dështon, çka ndodh me demokracinë, pak a shumë ne. Tash po besoj që në një formë thamë që demokracia është një koncept shumë i gjerë lidhet me qeverisjen, me orientimet, me standardet, me drejtat. Mirë po, gjyqësori është sa themi një mekanizëm, një vegël e rëndësishme brenda kësaj bote që quhet, ta themi, demokraci. Dhe njëkohësisht, si më thonë, këtë ciklin e kontrollit është kontrolluesi i fundit të gjithë. Pra në një farë forme korrekton në mënyrë të vazhdueshme të gjitha defektet, situatat, mangësit, problemet, cënimet që i bën demokracisë. Dhe nëse tani edhe kjo vegël, ky mekanizëm, kjo trup, ka problemet e ngjashme, thjesht gjithçka rezulton me mos funksionim të demokracisë, që kuptohet në radhë por është cënu liria e individit që e drejta e qytetarit që është
thelbi i çështjes në demokraci është nuk është zbatu ajo që është legitimiteti përmes vullnetit qytetarit si qeverisje, dhe njëkohësisht nuk është garantuar, si më thonë, ta themi ajo që është garancioni i secillit në secilin vend demokratik që të paktën përmes gjyqësorit kemi me realizu të drejtën. Pra në këtë relacion duhet me po që dhe njëkohësisht kisha thonë me rritë si vetdije që të gjithë duhet me i kontribu avancimit drejtësisë. Përmes diskutimit, përmes kërkesës, përmes investimit, për shkak se gjyqësori duhet shikohet si mekanizmi që realisht i korrekton dhe thjesht i rivendos gjitha situatat që mund të jenë cënimi i demokracisë në një formë apo formën tjetër. Tani, në qoftë se nuk e bëjmë këtë mënyrë, realisht kemi me bardh pesha shumatrona në gjeneratat që vijnë pas neve në përpjekjen për me avancu në përgjithësi standardin dhe shtetin e së drejtës, dhe njëkohësisht kemi pengu në gjitha mënyrat të ardhmen e vendit tonë, për shkak se nuk jeton kërkush më asnjë vend në izolim, të gjithë kanë, si më thonë, krahasimin, standardin, përpjekjen, konkurrencën, dhe në këtë kontekst mungesa e vetdijes si drejtësia është një çështje të rëndësishme nacionale, na bën ndomë serioze të gjithëve. Zoti Thuaj, faleminderit shumë për kohën dhe për këto reflektimet tuaja. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe të gjithë juve që na ndoqët. Mirupafshim.